Horoskopi ditor e shtunë 29 mars 2025. Dashi, jeta juaj në çift do ecë më së miri gjatë kësaj dite. Do I kushtoni më tepër kohë partnerit dhe gjithçka do shkojë për mrekulli. Beqarët do kenë mundësi shumë të mira për të filluar lidhje serioze, të cilat do ndryshojnë rrjedhën e jetës. Financat nuk do kenë as probleme në të vogël, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Demi, bashkëpunimi në çift do përforcohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do I pranoni gabimet që keni bërë dhe do mundoheni t'i zgjidhni ato sa më parë. Beqarët nuk do kenë fat në dashuri, edhe pse do kërkojnë gjatë gjithë kohës. Do Ju duhet ende të prisni edhe pak kohë. Tema për financa do jetë përgjithsisht pozitive, mund t'ia lejoni vetes edhe ndonjë investim. Binjakët, çastet intime do jenë edhe më të shumta gjatë kësaj dite, kështu që shfrytëzojeni pafund jetën tuaj në çift. Partneri mund t'ju bëjë edhe ndonjë propozim interesant. Beqarëve do Ju bëjnë ftesa pafund, por to e kenë të vështirë të bëjnë zgjedhjen e duhur. Në planin financiar, situata do vijë duke u përmirësuar. Do jeni më të qetë. Nga porja, vështirësitë në jetën tuaj në çift do jenë të shumta gjatë kësaj dite. Mundoni të tregoheni paksa më të kuptueshëm, sepse përndryshe lidhjes suaj mund t'i vijë fundi. Beqarët kanë mundësi të pëlqejnë në një mënyrë tjetër një mik të vjetër. Gjeni mënyrën e duhur për t'ia shprehur atij ndjenjat. Financat për pjesën më të madhe do jenë të stabilizuara. Luani, dita e sotme do jetë e mrekullueshme për ata që janë në një lidhje. Shpeshherë do Ju duket vetja sikur jeni në ëndër. Beqarët do jenë gjatë gjithë kohës në kërkim të shpirtit binjak, por mundësitë do jenë të pakta. Gjithsesi, miqt nuk do Ju lënë të mërziteni. Në planin financiar, situata do jetë shumë e mirë dhe do arrini të kryeni edhe investime me rëndësi. Virgjëresha, ditë shumë problematike kjo e sotme për të dashuruarit. Do keni zënga të njëpasnjëshme me partnerin dhe nuk do arrini dot të vendosni qetësinë. Beqarët do jenë spontane dhe kjo do I bëjë më tërheqës në sytë të tjerëve. Mundësitë për të hedhur hapat drejt një lidhje të qëndrueshme do jenë të mëdha, edhe financat do fillojnë të përmirësohen ndjeshëm. Peshorja, do jeni në formë të shkëlqyer sot dhe të gatshëm të bëni ndonjë shmenduri, vetëm që marrëdhënia në çift të jetë e shkëlqyer. Beqarët gjithashtu do jenë charmant, dhe askush nuk do Ju rezistojë dot. Do kenë ata mundësinë të bëjnë zgjedhjen e duhur. Në planin financiar, nuk duhet të rrezikoni shumë, edhe nëse të ardhurat janë të qëndrueshme. Akrepi, komunikimi do jetë I ngrohtë dhe sita do kalojë për mrekulli sot për ata që janë në një lidhje. Megjithatë, mos harroni t'u kushtoni disa orë dhe miqve tuaj të ngushtë. Beqarët do jenë të zënë me punë dhe nuk do mendojnë as pak për jetën sentimentale. Në planin financiar do jeni realistë dhe nuk do shpenzoni më tepër se sa u mban xhepi. Shigjetari, ditë e kontraktuar kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Herë do jeni në qep dhe të gatshëm të bëni shmenduri me partnerin dhe herë do debatoni ashpër me të. Beqarët nuk do jenë në humor për ta kërkuar princin e tyre të kaltër. Nëse shpenzoni pafund, financat do dobësohen aq shumë sa që as vetë nuk do dini çfarë të bëni më pas. Kujdes.
Vricjapi. Rutina do e pushtoj jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do jeni gjithkohës të mërzitur. Mezi do prisnin që dita të marrë fund. Beqarët do jenë gati edhe për aventura kalimtare, vetëm e vetëm që të mos qëndrojnë më të vetmuar. Në planin financiar, fatmirësisht yjet do i keni në krah dhe do dini çfarë hapash të hidhni. Situata do filloj të normalizohet. Ujori. Nëse ju dalin probleme në jetën tuaj në çift, mundohuni t'i zgjidhni ato sa më parë të jetë mundur. Po i latë pas dore, situata mund të bëhet edhe më ndërlikuar. Beqarët ka gjasa të kenë dashuri me shikim të parë. Gjithçka do ndryshojë për ta. Në planin financiar nuk priten vështirësi. Megjithatë, nëse hiqni disa para me njan, do i bëni të nder vetes tuaj. Peshqit. Do jeni shumë besnik ndaj partnerit tuaj sot dhe nuk do të ndoni as pak nga personat interesantë që do ju joshin. Në mbrëmje, partneri do ju surprizojë. Beqarët do kenë fat në dashuri dhe do futen në një etapë të re të jetës së tyre. Vetmia do marr fund një herë për gjithmonë. Në planin financiar, shpenzoni me maturi që të mos keni vështirësi.